Ndërtitut kryesor do të veçojmë hartohet korniza kombëtare ndër veprimit, synon të nxjisë përparimin e Shqipërisë në tregun e vetëm digital europian. Gjatë 2023-shit të ardhurat nga taksat mjedisore arritën 60.5 miliard lek, në rritje 9%, pjesën më të madhe zën taksat mbi energjinë. Prezantohet projekti mes Semanit dhe Vjosës, pjesë e tij do të jenë shëtitore, zona sportive, strukturat hoteliere dhe shërbimet e plazhit. Ministria e Bujqësisë përcaktoi kriteret e reja përfitimi për naftën falas nga fermerët. Aplikimet vijojnë të jenë të hapura. Ishin këto shkurtimisht disa nga titujt kryesor, ju njoh tani më gjerësisht. Është hartuar korniza kombëtare ndër veprimit që synon të nxjisë përparimin e Shqipërisë në tregun e vetëm digital europian. Nga kjo kornizë parashikohet nxitja e ndërveprimit ndërkufitar dhe ndërsektorial për ofrimin e shërbimeve publike ndërkufitare. Administrata publike shqiptare do të bashkëpunojë me administratat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe ofrimin e shërbimeve publike shqiptare për te kufive. Është publikuar në fletorën zyrtare vendimi për miratimin e kornizës kombëtare të ndërveprimit, e cila ka për qëllim të nxjisë më tepër institucionet publike që të ofrojnë shërbime dhe të dhëna për institucionet e tjera publike, qytetarët dhe bizneset përmes kanaleve digjitale. Gjithashtu synohet që të ofrohen shërbime publike të aksesueshme për të gjithë qytetarët në Bashkimin Evropian. Nga kjo kornizë parashikohet nxitja e ndërveprimit ndërkufitar dhe ndërsektorial për ofrimin e shërbimeve publike ndërkufitare. Mungesa e ndërveprimit është një pengesë kryesore për përparimin në tregun e vetëm digjital në aspektin evropian. Ndërveprimi është një parakusht për të mundësuar komunikimin elektronik dhe shkëmbimin e informacionit midis institucioneve publike. Këto përmirësime bëhen në kuadër të transpozimit të kornizës evropiane të ndërveprimit. Për qëllimet e kornizës, ndërveprimi është aftësia për të integruar ndarjen e informacionit dhe njohurive midis palëve e institucioneve, përmes proceseve të punës që ato mbështesin nëpërmjet shkëmbimit të dhënave ndërmjet sistemeve të tyre të teknologjisë së informacionit. Ndërveprimi adreson nevojën për bashkëpunim ndërmjet sektorëve të administratës publike në ofrimin e shërbimeve publike, shkëmbim të informacionit ndërmjet sektorëve të administratës publike, ndarjen dhe ripërdorimin e informacionit midis sektorëve të administratës për të rritur efikasitetin administrativ. Pavarësisht përparimit të konsiderueshëm në drejtim të digitalizimit të administratës publike, administratat ende mund të kenë pengesa për shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin elektronik. Këto përfshin pengesa ligjore, procese biznesi dhe modele informacionit të papërputhshme dhe diversitetin e teknologjive të përdorura. Kjo ndodh sepse historikisht sistemet e informacionit u vendosën në sektorin publik në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri dhe jo në mënyrë të koordinuar. Gjatë vitit 2023, taksat nga të ardhurat mjedisore arritën 60.5 miliard lek, me rritje rreth 9% krahasuar me vitin 2022. Pjesën më të madhe zinin taksat mbi energjinë me 82.56%, ndërsa taksat mbi burimet natyrore kanë shënuar rënje me 13.76%. Gjatë vitit 2023 të ardhurat nga taksat mjedisore në Shqipëri arritën në 60.5 miliard lek, duke shënuar një rritje prej 9% krahasuar me vitin 2022. Të dhënat e publikuara nga Instituti Statistikave tregojnë për një ndikim domethënës të këtyre taksave në financat publike. Pjesën më të madhe të këtyre të ardhurave e përbënin taksat mbi energjinë, të cilat zën 82% të totalit, ose rreth 49 miliard lek. Kjo kategori ka shënuar një rritje prej 9.17% në krahasim me 2022-shin, kur u mblodhën 45.7 miliard lek. Në vend të dytë renditen taksat e transportit, të cilat përfaqësojnë 12.9% të totalit, me 7.7 miliard lek, të grumbulluara në vitin 2023. Ndërkaq taksat për ndotjen kontribojnë me 4.45% të ardhurave nga taksat mjedisore, ndërsa taksat mbi burimet natyrore përbënin vetëm 0.10%. Kjo e fundit ka psuar rënjen më të madhe nga gjitha kategoritë me një ulje prej 13.7%, duke zbritur nga 71 milion lek në vitin 2022 në 61 milion lek në vitin 2023. Pavarësisht rritjes së përgjithshme të ardhurave, pesha e taksave mjedisore në prodhimin e brendshëm bruto ra në 2.5% në vitin 2023, nga 2.99% që ishte një vit më parë, një ulje prej 0.44 pikë. Po ashtu kontributi këtyre taksave në totalin e të ardhurave nga taksat dhe sigurimet shoqërore shënoi një rënje të lehtë me 0.14 pikë, duke zbritur në 10.10%. Ky bilanc tregon një rritje nominale të ardhurave, por një ulje të rolit relativ në taksat mjedisore në ekonominë kombëtare.
Referuar të dhënave më të fundit nga Instat, lënda e parë nxjerr nga burimet e brendshme natyrore u rit me 1.3% gjatë vitit 2023, duke arritur 20.5 milion ton. Mineralet jo metalike zën 53% të totalit, ndërsa pas tyre vjen biomasa me 33%. Lënda e parë nxjerr nga burimet e brendshme natyrore u rit me 1.3% gjatë vitit 2023 në raport me një vit më parë, duke arritur në 20.5 milion ton. Instituti i Statistikave ka publikuar llogaritë e flukseve të materialeve mjedisore për vitin 2023, me sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, ku përfshihen biomasa, mineralet metalike dhe jo metalike dhe materialet fosile të energjisë. Sipas të dhënave nga Instat, mineralet jo metalike zëm 53% të totalit, ndërsa pas tyre vjen biomasa me 33%. Biomasa përfshin materialet organike jo fosile me origjinë biologjike dhe sipas përkufizimeve të llogarive të flukseve të materialeve mjedisore, është lënda e parë nxjerr nga të gjithë produktet bujqësore, peshqit dhe kafshët e gjuetisë. Ndërkaq 8% e strukturës së burimeve të brendshme natyrore zihet nga mineralet metalike dhe 6% nga materialet e energjisë fosile, sikurse janë burimet e naftës. Paralelisht, Instat bën me dije se importet e materialeve mjedisore në vitin 2023 arritën një vlerë për rreth 5.5 milion ton, apo 8.19% më shumë se viti 2022. Ndikimin më të madh në këtë rritje e kanë dhënë mineralet dhe koncentratet metalike me një rritje për 10.8% dhe materialet fosile të energjisë me 9.37%, ndërkohë që eksportet e materialeve mjedisore në vitin 2023 arritën një vlerë për rreth 4.2 milion ton, duke pësuar një rritje për 8.53% krahasuar me vitin 2022. Gjatë vitit 2023, varësia nga importi i materialeve u vlerësua në 21.1%, duke shënuar një rritje me 1.1 pikë në krahasim me një vit më parë. Gjatë periudhës 2019-2023, varësia nga importi e këtyre materialeve ka variuar në kufit prej 7.18% në vitin 2019 deri në 21.2% në vitin 2023. Po ashtu, sipas Instat, në vitin 2023 materialet fosile të energjisë kishin varësinë më të lartë nga importi me rreth 48.3%, të ndjekura nga materialet dhe koncentratet metalike me 43.3%. Projekti mes Semanit dhe Vjosës parashikon në shëtitore, zonë sportive dhe rekreacioni, struktura akomodimi sezonale dhe hoteliere, shërbime plazhi. Ky projekt synon zhvillimin e zonës bregdetare të Darzezës në Fier dhe pjesë e tij do të jetë edhe krijimi një tregu për produktet lokale. Shëtitore, zonë sportive dhe rekreacioni, struktura akomodimi sezonale dhe hoteliere, shërbime plazhi e të tjerë. To janë disa nga detajet e projektit mes Semanit dhe Vjosës, që janë bërë publike përmes një video të shpërndar nga Kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. Projekti synon zhvillimin e zonës bregdetare të Darzezës, ndërsa pjesë e tij do jetë dhe krijimi një tregu për produktet lokale, kamp veror ndërkombëtar, akademi dhe fusha tenisi, akwapark i përmasave ndërkombëtare, fusha e parë e golfit në Shqipëri e të tjerë. Pa kohë më parë dhe Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim njoftoi nënshkrimin e kontratës me vlerë 1.52 milion euro për rikonstruksionin e segmentit rrugor nga rreth rrotullimi i Sopit deri në urën e Darzezës, me qëllim për mirësimin e aksesueshmërisë dhe infrastrukturës së turizmit të aventurës. Rruga ndodhet në zonën e Semanit dhe fillon në kryqëzimin me rrugën kombëtare Fier-Vlorë, rrethi Apollonia, vazhdon përgjatë segmentit rrugor Hoxhar dhe përfundon në urën e re të Darzezës. Qëllimi i investimit është përmirësimi i aksesit dhe lidhjes së rrugës kombëtare Fier-Vlorë me zonën bregdetare të Darzezës, si një nga vendet kryesore turistike të Bashkisë Fier, thuhej ndër të tjera në dokumentet e tenderit të Bergj. Hotelet dhe resortet që operojnë në Bregdet kanë nisur tashmë investimet për këtë sezon turistik. Vetëm në muajin mars janë importuar 140 ton çadra plazhi, në shifër më e lartë e regjistruar kjo ndonjëherë. Jo vetëm për sigurimin në kohë të fuqisë punëtore, por edhe për përgatitjen infrastrukturore. Resortet, hotelet dhe stacionet e plazhit përgjatë vijës bregdetare të vendit janë vënë në lëvizje për të kompletuar dhe pse jo për të rritur numrin e çadrave të diellit të vendosura në RR. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave, gjatë muajit të kaluar u importuan 140 ton çadra dielli, sasia më e lartë ndonjëherë e regjistruar në bazë mujore. Vetëm për këtë muaj janë importuar 44 ton më shumë çadra se në gjithë tremujorin e parë të vitit të kaluar.
E përkthyer në vlerë, kjo përfaqëson rreth 41 milion lekë shpenzime nga ana bizneseve shqiptare që operojnë në sektorin e turizmit për blerjen e çadrave të reja. Kjo shumë është rreth 15 milion lekë më e lartë se ajo regjistruar në njëjtën periudhë të një viti më parë. Në total për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, në vend hyn 190 ton ose 55 milion lekë çadra. Prodhuesit nga ku janë importuar çadrat kanë qenë kryesisht nga Kina, e cila përbën 36% të totalit ose 51 ton. Pastaj renditen Kroacia dhe Bosnjë-Hercegovina që kanë kontribuar gjithashtu me sasi të konsiderueshme. Ndonse përgjatë muajve të kaluar ka qenë Italia dhe 2 vende të tjera të rajonit të përmendura më lart si furnizuesit kryesor të Shqipërisë me çadra dielli, harta gjeografike e furnizimit tashmë ka shkuar deri në lindjen e largët. Në kuadër të trajnimit të kontrollorëve të fluturimit dhe pilotëve ushtarak dhe civil, kompania shtetërore Kajo do të kontraktojë një subjekt privat, i cili do të ofrojë simulator fluturimi dhe helikopter mësimor për zhvillimin e programeve të trajnimit dhe edukimit. Kompania shtetërore shqiptare për prodhimin dhe tregtimin e armëve Kajo do të ngrejë disa programe edukimi dhe trajnimit të pilotëve të helikopterëve dhe të kontrollorëve të fluturimit. Në një vendim të publikuar në Fletorën Zyrtare, parashikohet që Kajo të bashkëpunojë me subjekte private për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin e programeve të edukimit dhe trajnimit për pilotët e Forcës Ajrore të Shqipërisë, të forcave ajrore të vendeve partnere, pilotëve civil, kontrollorëve të aviacionit civil dhe ushtarak të Shqipërisë ose të vendeve anëpartnere. Subjektet private mund të jenë vendase ose të huaja, të cilat përmbushin kriteret ligjore e teknike për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin e programeve të edukimit e të trajnimit. Për trajnimin e pilotëve dhe kontrollorëve do të përdoren simulator fluturimi dhe helikopter mësimor. Gjatë procesit të negocimit, subjekti privat duhet i sigurojë shoqërisë shtetërore Kajo planet e detajuara të vendosjes së simulatorëve së bashku me një përshkrim të nevojave për akomodimin e të gjitha pajisjeve të nevojshme për funksionimin e programeve. Duhet i sigurojë simulatorët e fluturimit duke garantuar përputhshmërinë me kërkesat e forcave të armatosura dhe standardet e NATO-s, si dhe software-et e nevojshme për operimin e simulatorëve dhe të gjitha aparaturave të tjera. Subjekti privat duhet i sigurojë shoqërisë shtetërore Kajo helikopterët mësimor sipas numrit dhe llojit të përcaktuar në bashkëpunim me Forcën Ajrore të Shqipërisë, por edhe kurrikulat për trajnimin e pilotëve të kontrollorëve të fluturimit, por edhe pjesët e këmbimit për helikopterët mësimor, simulatorët dhe çdo pajisje tjetër të nevojshme. Për zhvillimin e programeve të trajnimit, Kajo mund t'i ofrojë subjektit privat infrastrukturën e nevojshme të sigurisë dhe garantimin e sigurisë në të gjitha strukturat ku ofron trajnimin, pasuri të paluajtshme të llojit ndërtesa, infrastrukturën mbështetëse logjistike për operimin e strukturave trajnuese si ujë, drita, shërbimin e internetit, sistemet e sigurisë dhe çdo sistem tjetër logjistik të nevojshëm për ngritjen e kapaciteteve sipas standardeve të NATO-s, mund t'i sigurojë tokën për ndërtim dhe të tjera. Gjithashtu, kompania shqiptare për prodhimin dhe tregtimin e armëve do të bashkëpunojë me shoqëri të specializuara për trajnimin e trajnerëve, për programin e përgatitjes për trajnimin e kontrollorëve të fluturimit, si dhe pilotëve ushtarake civil. Qeveria shqiptare do të investojë më shumë në forcat ajrore të Shqipërisë. Kështu në 74 vjetorin e krijimit të aviacionit ushtarak shqiptar, Ministri Rovengu theksoi se fillimisht do të rithemelohet shkolla e aviacionit. Në ceremoninë e 74 vjetorit të aviacionit ushtarak shqiptar, Ministri i Mbrojtjes Pir Rovengu njoftoi qëllimet dhe veprimet konkrete të qeverisë për rikthimin e shkollës së aviacionit dhe fuqizimin e forcave ajrore. Në ceremoninë e zhvilluar në hangarin e sapo ndërtuar të helikopterëve Black Hawk në bazën ajrore të Farkës, morën pjesë drejtues të lartë të forcave të armatosura, përfaqësues nga shoqata e veteranëve të aviacionit, familjar të pilotëve dhe teknikëve të bazës e të tjera. Nga ana tjetër Vengu shpreh se objektivi janë edhe investimet në mjete armatim e pajisje për forcën ajrore. Komandanti i Forcës Ajrore, General Major Ferdinand Dimo, nënvizoi se hangari i ri i helikopterëve është një shembull i investimeve në infrastrukturë. Fluturimi i parë me një avion të shtetit shqiptar u krye me 24 prill 1951. Fermerëve shqiptar do t'i ofrohet mbështetje për certifikimin global GAP për të rritur standardet e prodhimit. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural bën të ditur se masa e përfitimit për certifikimin individual do të jetë sa 50% të vlerës totale të faturës tatimore deri në shumën 175.000 lekë për sipërfaqe jo më pak se 1 hektar.
Fermerëve shqiptar do të ofrohet mbështetje për certifikimin Global GAP për të rritur standardet e prodhimit. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi për vitin 2025 ofron subvencione për certifikimin Global GAP. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural bën të ditur se nga masat mbështetëse përfitues të mundshëm mund të jenë fermer individual, shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor në Shqipëri, person fizik ose juridik. Masa e përfitimit për certifikimin individual do të jetë sa 50% e vlerës totale të faturës tatimore deri në shumën 175.000 lekë për sipërfaqe jo më pak se 1 hektar, ndërsa masa e përfitimit për certifikimin në grup fermerësh do të jetë deri në 500.000 lekë për grupe fermerësh prej 10 anëtarësh me sipërfaqe jo më pak se 3 hektar në ambiente të mbrojtura dhe jo më pak se 10 hektar në fushë të hapur. Nga ana tjetër, masa mbështetëse do të jetë deri në 700.000 lekë për grupe fermerësh prej 20 anëtarësh me sipërfaqe jo më pak se 15 hektar në ambiente të mbrojtura dhe jo më pak se 30 hektar në fushë të hapur. Tira për aplikime në 8 masat mbështetëse të skemës kombëtare në bujqësi 2025 vijon të jetë e hapur deri më 30 maj. Ndërkohë, AZBR-ja bën të ditur se për fermat e certifikuara organike, vlera e mbështetjes është 200.000 lekë. Fermat organike për vitin e parë përfitojnë financim në vlerën 100.000 lekë, në vitin e dytë 150.000 lekë dhe 200.000 lekë për fermë të certifikuar. Fermat organike janë të certifikuara me Global GAP dhe operojnë në sektorin e prodhimit të mjaltit, perimeve, bimëve mjekësore e të tjerë. Bujqësia organike në Shqipëri po zhvillohet gjithmonë më tepër, duke sjellë produkte cilësore në treg. Ministri e Bujqësisë ka përcaktuar kriteret dhe procedurat që duhet të ndjekin fermerët për të përfituar para në dorë për naftën në bujqësi. Financimi fillon nga 130 euro deri 186 euro për hektar, sipas llojit të kulturës. Fermerët që duan të përfitojnë pagesa cash për naftën në bujqësi duhet të bëjnë aplikimin online duke plotësuar të dhënat nëpërmjet vetdeklarimit dhe duke ngarkuar në sistem dokumentacionin e kërkuar. Udhëzimi i Ministrisë së Bujqësisë detajon se formulari i aplikimit online nëpërmjet Jellbenja plotësohet nga aplikanti mbi bazë vetdeklarimi në lidhje me parcelat që kultivohen gjatë vitit, mbjelljet e para, kulturat e mbjella apo që do të mbillen ato parcela gjatë vitit. Fermeri do të deklarojë sipërfaqet e mbjelljeve të para të kulturave bujqësore, që përfshin mbjelljet në periudhën e vjeshtës dhe të pranverës, 1 tetor 2024 deri më 31 maj 2025. Sipërfaqja e deklaruar përfshin vetëm mbjelljet e para dhe llogaritet e kultivuar vetëm një herë. Për perimet e serës, fermeri do të deklarojë sipërfaqet që ka të mbjella me perime sere në momentin e aplikimit ose sipërfaqet që do të mbjell deri më 31 maj 2025. Për dru frutorët, fermeri do të deklarojë sipërfaqen ekzistuese të mbjell me këto bim në momentin e kryerjes së aplikimit, si dhe sipërfaqet që do të mbillen deri më 31 maj 2025, me kusht që sipërfaqet e tjera të mos jenë zëvendësime të sipërfaqeve të deklaruara, të mbjella me të njëjtat bim ose me bim të tjera. Për kulturat në fushë të hapur, për bimët 1 vjeçare të arave dhe perimet e fushës, fermeri do të deklarojë sipërfaqet me bimët e arave të mbjella në vjeshtën 2024, fakt në momentin e aplikimit, ose që do të mbillen deri më 31 maj 2025. Dokumentacioni i kërkuar për të ngarkuar online sipas këtij udhëzimi duhet të jetë në origjinal ose i notarizuar, si dhe të jetë në gjuhën shqipe ose në rast se është në gjuhë të huaj, të jetë i përkthyer nga një përkthyes i autorizuar dhe i vërtetuar nga noter. Dokumentacioni i pronësisë së tokës i ngarkuar në sistem do të konsiderohet i vlefshëm nëse gjatë kontrollit administrativ konfirmohet nga SHK-ja. Në rastin kur në sistem ngarkohet AMTP-ja, do të konsiderohet e vlefshme nëse gjatë kontrollit administrativ konfirmohet nga SHK-ja ose njësiteve qeverisjes vendore. Të vlefshme konsiderohen edhe konfirmimet për dokumentacionin e pronësisë të bëra në aplikimet për naftën për bujqësinë në vitet 2022, 2023 dhe 2024. Dokumentacioni që duhet të ngarkohet në sistem është në varësi të statusit të pronësisë apo përdorimit të tokës bujqësore, për të cilën aplikohet dhe statusit të regjistrimit të saj në ASHK. Do të konsiderohen të vlefshme edhe kontratat e qiramarrjes, huapërdorjes, dokument të lishëm të firmosur nga palët. Në rast se kontrata ose dokumenti janë të panotarizuara, duhet të jetë i konfirmuar nga njësia administrative dhe të përfshijë dokument identifikimi të palëve. Fermerët do të përfitojnë pagesa në dorë nga 130 euro deri në 186 euro për hektar për naftën që përdorin për punimet të mekanizuara në bujqësi. Financimi do të jetë sipas kulturës që mbillet.
Zarfet zgjedhore janë shpërndarë tek të gjithë votuesit shqiptar jashtë vendit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Iliran Celibashi deklaroi se për votimin elektronik në Vorë dhe njësi nr. 10 në Tiranë ka nisur testimi pajisjeve elektronike për qytetarët. Ka përfunduar dorëzimi 100% i zarfeve zgjedhore për të gjithë ata emigrantë që punojnë dhe jetojnë jashtë Shqipërisë, por duan të marrin pjesë përmes votës në zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Ndërkohë, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Iliran Celibashi ka dhënë shifra deri mes ditën e sotme. Jemi në procesin e shpërndarjes dhe dorëzimit të këtyre zarfeve tek votuesit. Deri tani janë shpërndar, pra zgjedhës të cilët e kanë marrë në dorë zarfin janë 154.770, pra 62% e zgjedhësve të regjistruar e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor, kanë britur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po deri në fund të ditës, sepse ne dimë se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi DL-s, do të jenë rreth 22.000. Por për të ndalur në votimin brenda vendit, janë ngritur qendrat e votimit elektronik në Vorë dhe në njësinë 10 në Tiranë, ndërsa kryekomisioneri Celibashi njofton qytetarët që mund të shkojnë për të bërë testimin e tyre. Më së pari ai që ka të bëjë me votimin elektronik në Vorë dhe në njësinë nr. 10, ne prej ditës së sotme në 4 pika të njësisë nr. 10 në Tiranë dhe në 2 pika të bashkisë Vorë kemi ngritur qendra të informimit të votuesve, në të cilat votuesit, po dhe përfaqësues partive politike dhe kushdo tjetër interesuar, po kryesisht votues të këtyre dy njësive, mund të shkojnë dhe mund të provojnë pajisjet elektronike të votimit që do të përdoren në ditën e zgjedhjeve. Do ta bëjmë këtë deri në datën 11 maj, edhe në datën 11 maj, janë 4 qendra, të cilat janë të lëvizshme në fakt, për njësinë 10 dhe 2, po të lëvizshme për Bashkinë e Vorës. Kryeministri njëkohësisht dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka prezantuar paketën për paqen fiskale gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësues të biznesit në Elbasan. Paketa përmban 3 komponent kryesor. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama prezantoi paketën për faqen fiskale gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësues të biznesit në Elbasan. Të hymë në një fazë të re me këtë paqe fiskale dhe të bëjmë në një nivel më gjithë përfshirës ato që Ministria e Financave dhe Ministria e Turizmit. Ndërkohë, paketa paqes fiskale do të mbështetet në 3 komponent kryesor. Paqja fiskale është praktikisht një marrëdhënie e re që ne si administratë, si përfaqësues të shtetit duam të vendosim. Më konkretisht, paqja fiskale ka 3 komponent kryesor. Komponenti i parë është tatimi i dakordësuar mbi fitimin. Komponenti dytë është rishikimi i pasqyrave financiare dhe komponenti tretë është falja e detyrimeve apo kamatvonesave. Prezent dhe Ministri i Financave Petrit Malaj tregoi se në 10 vitet e fundit është bërë progres i kënaqshëm në sektorin ekonomisë dhe se curia pozitive do vazhdojë. Kur ne morëm detyrën, prodhimi i brendshëm bruto ishte vetëm 9.6 miliard euro. Dhe sot që flasim, prodhimi i brendshëm bruto është 25 miliard euro. Ndërkohë që sipas projeksioneve tona, në vitin 2030 prodhimi i brendshëm bruto planifikohet të jetë 35 miliard euro. Rama shtoi gjithashtu se po punohet me Ministrinë e Financave dhe Akshin për një proces të avancuar në administrimin e të ardhurave, ku fiskalizimi do të kalojë në dorë inteligjencës artificiale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar nga Himara se ndërtimin e Shqipërisë madhështore do ta nisim nga dëmshuria dhe solidariteti njerëzor. Ai theksoi se projekti për biznesin është projekti më miqësor. Sali Berisha ka prezantuar kandidatët për deputet të koalicionit Partia Demokratike e Aleanca për Shqipëri Madhështore në Himar. Gjatë fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike u shpreh se ndërtimi i Shqipërisë Madhështore do të niset nga dëmshuria dhe solidariteti njerëzor. 100 ditë të para, ne vendosim minimum jetik 200 euro për çdo shqiptar që merr më pak se 200 euro se nuk merr. Çka do thotë? Se në Shqipëri s'mund të ketë pension në 200 euro. Qofti pjesëshëm, qofti ploti, çfarë do llojit,
pensioni minimal do t'jetë 200 euro. Çdo i pa punë, se çdo njeri në ndihmë ekonomike, çdo student me bursë, çdo fëmijë me një prind, me baban ose nënën, do ketë 200 euro në muaj. Sipas Berishës, në këtë paketë rrogë ultit që nuk mund të kenë rrogë më të ulët se 500 euro, pensionistët, ata që marrin minimum jetik, do të kenë kartën e konsumatorit. Karta e konsumatorit do u rikthej atyre të gjithë të vëshën, pra 20% të çmimit të gjërave që blejnë për jetesën e tyre, dhe kjo është e barabartë me 400-500 euro në vit. Projekti ynë për Shqipërinë madhështore parashikon uljen e çmimit të energjisë elektrike për konsumatorin në 7 lekë. Nafta s'do mund shitet kurrë më shumë se sa më të shtretë se në Maqedoni dhe në Kosovë. Biznesi i vogël do të paguajë me 6 lekë energjinë, ndërsa tavani për TVSH dhe tatim fitimin do të spostohet nga 100.000 euro dhe 140.000 që është përkatësisht në 180.000 euro. Turizmi grek vijon të jetë një nga sektorët më të fortë ekonomisë në vitin 2025, me një rritje të qëndrueshme të kërkesës nga tregjet ndërkombëtare. Mbi 28 milion vizitorë kanë planifikuar të udhëtojnë me avion drejt Greqisë gjatë këtij viti. Turizmi grek vazhdon të jetë dominant në vitin 2025. Planifikimi për sezonin veror të vitit 2025 pasyron një strukturë të qëndrueshme të kërkesës me interesin për Greqinë që mbetet i fortë nga tregjet kryesore evropiane, ndërsa vrulli i shëbas, lindjes së mesme dhe Evropës juglindore vazhdon të forcohet. Turizmi në Greqi mbetet i fortë siç tregohet nga oraret e linjave ajrore. Për sezonin veror të vitit 2025 janë planifikuar 28.2 milion vende ajrore në fluturime ndërkombëtare të tretë vendit, një rritje prej 4.6% krahasuar me vitin 2024. Burimet zyrtare greke thanë se vendosja e tarifave do të rrjedhë inflacionin dhe do të ulë të ardhurat e disponueshme të amerikanëve, duke rezultuar në një ulje të shpenzimeve të tyre. Megjithatë, sa i përket Evropës, ata shprehen optimizmin dhe theksuan se nuk do të ketë ndonjë efekt të drejtë për drejtë në Greqi. Sipas tyre, turizmi është një nga sektorët kryesorë të ekonomisë dhe duhet ta mbajnë cilësinë të lartë në mënyrë që turistët të zgjedhin tokën helene. Analiza e Institutit të Shoqatës Ndërmarrjeve Greke të Turizmit tregon se Mbretëria e Bashkuar mbetet tregu më i madh për Greqinë me 5.6 milion vende plus 2.2% krahasuar me vitin e kaluar, që përfaqësojnë 20% të totalit, e ndikur nga Gjermania me 4.7 milion vende plus 2.5% dhe një pjesë tregu për 17%. E treta është Italia me 2.5 milion vende plus 3.9% dhe një pjesë tregu për 9%, duke konfirmuar trendin e qëndrueshëm në rritje të viteve të fundit. Nga tregjet kryesore për turizmin hyrës, rritja më e madhe plus 18.6% u regjistrua nga SBA-ja me 727.000 persona që udhëtuan me avion. Ndër rritjet e ndjeshme, sfikat Izraeli, i cili tregon një rritje të fortë prej plus 52.1% duke të kaluar 1.3 milion. Vendet me kapacitet të ulët më parë tregojnë gjithashtu rritje të dukshme si Arabia Saudite plus 45% me 84.000 vende, Shqipëria plus 56% me 156.000 vende dhe Armenia plus 68.5% me 75.000 vende. Gjeorgjia gjithashtu tregon rritje mbërslënse duke dyfishuar kapacitetin e saj plus 113% me 126.000 vende. Përkundrazi, rënje vërije në vende si Franca minus 2.6% me 1.7 milion, Polonia minus 6.7% me 682.000 dhe Danimarka minus 7.3% me 298.000. Presionet ekonomike nga tarifat e larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pritet ta çojnë borxhin publik global në rreth 100% të prodhimit të brendshëm bruto global deri në 2030. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron se kjo rritje e borxhit do të përkeqësohet nga deficitet fiskale dhe shpenzimet e larta për mbrojtjen.
Presionet ekonomike nga tarifat e larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të shtyjnë borxhin publik global mbi nivelet e epokës së pandemisë në gati 100% të prodhimit të brendshëm bruto global deri në fund të dekadës, njoftoi Fondi Monetar Ndërkombëtar. Monitori fiskal i FMN-s parashikoi se borxhi publik global do të rritet me 2.8 pikë në 95.1% të prodhimit të brendshëm bruto global në vitin 2025. Tendenca rritëse ka të ngjarë të vazhdojë duke arritur në 99.6% të prodhimit të brendshëm bruto global deri në vitin 2030. Borxhi publik global arriti kulmin në vitin 2020 në 98.9%, ndërsa qeveritë morën ua të mëdha për lehtësimin e COVID-19 dhe prodhimi utkur. Borxhi ra me 10 pikë brenda 2 viteve, por ai është rritur sërish dhe parashikimi i fundit tregoi se po përshpejtohet. Njoftimet e tarifave nga Shtetet e Bashkuara, kundër masat nga vendet e tjera dhe nivelet jashtëzakonisht të larta të pasigurisë politike, po kontribuojnë në përkeqësimin e perspektivave dhe rritjen e rreziqeve, deklaroi FMN. Raporti shtoi se kjo i lë qeveritë përballë kompromiseve më të vështira pasi buxhetet e tyre janë të mbingarkuara nga nevojat më të larta për shpenzimin në mbrojtje, kërkesat për më shumë mbështetje sociale dhe kostot në rritje të shërbimit të borxhit. Deficitet fiskale vjetore të qeverive parashikohen të jenë mesatarisht 5.1% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2025, krahasuar me 5% në 2024. Perspektiva e buxhetit bazohet në parashikimin referues të FMN-s për rritje të prodhimit të brendshëm bruto global prej 2.8% këtë vit në perspektivën e saj ekonomike, që përfshin zhvillimet e tarifave deri më 4 prill. Perspektiva ekonomike dhe fiskale do të përkeqësohet nëse do të hyjnë në fuqi tarifat më të larta nga presidenti Donald Trump dhe masa hakmarrëse. Nivelet e borxhit mund të rriten mbi 117% deri në vitin 2027 sipas një skenari shumë të pafavorshëm, nëse të ardhurat dhe prodhimi ekonomik bien më ndjeshëm se parashikimet aktuale për shkak të tarifave të rritura dhe perspektivave të dobësuara të rritjes. Borxhi në atë nivel do të përfaqësonte pjesën më të lartë të prodhimit të brendshëm bruto që nga lufta e dytë botërore, tha FMN. Pjesa më e madhe e rritjes së borxhit është e përqendruar në ekonomitë më të mëdha. Rreth 1/3 191 vendeve anëtare të FMN-s tani kanë borxh që rritet me ritme më të shpejta se para pandemisë. Këto shtete përbëjnë rreth 80% të prodhimit të brendshëm bruto global, thekson FMN në raportin e saj. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë më takofsh.